Qumshti holl, komenti trash. Unë jom Arta dhe ky është menimi jam edhe i shumë nanave besoj. Se na kena lind. Nesrit nara kena dal. Nëse najherë se keni qëto, nashta s'jeton qëto. Në Kosovën tonë bukur, shumë gra me njerë mas lindjes kalojnë tranzición. Kjo shpreha kur e pa shmin, jeta më ndryshu merr kuptim jo 100, po 300 fesh, se trupi e hiq ma pak truni mos sonisoj. Shtoje që to një shtërlarje të kësaj të fundit, si një lavash të mirë ta bojnë kur fillojnë vizitat edhe këshillat prej secilit individ, që herë bojnë ginekolog, herë mami, herë pediatër, besa dhe psikolog. Se krejt shtoti përplasin fytyrë, e ti e që aty me një bebe në dorë që po kanë, që as Google nuk t'jep shpjegime pse, se thjesht kanë. Nana të reja në Kosovë ma shumë e marrin stresin prej lafeve të palogjikshme që ju thuhen, se sa shumë herë prej ndryshimeve hormonale e gjona tjera që ndodhin. Dashtën, vizita fillon me një qyshe lindje, normal a me operim? Kinxhia me shishe. Sa të paska me të barko, haj se hikot. Shambull ki edhe prej këto nëvnanave që ju thuhet, a ke hap me hangër se unë të paske fmin. Ose prej këto nëv e paske qumshtin e holl, se s'pemon vetën more, e ke lëshu krejt vetën. Krejt që to tu ta majt bebën dorë edhe tu ta puth sa tu mujt, gjatë që është super e rrezikshme për bebat e juj. Mania fillon me perfeksionin me qenë krejt në rregull me ty si gjendje, mandej duhesh me pas edhe një super bebe të veshun bukur të kurrun, pa pekt në tesha, se vin për përhajr ta shojnë, ta kishin. Edhe besa ty duhesh mu qu edhe kafe me juqe. Besa sot ka familje që nështë edhe diçka ka ndryshu, për tek shumica ende ekziston ky sistemi keq që s'kuptohesh prej askujt heq. Se ti ke nevojë si fillim për kujdes, dashni edhe ndihmë profesionale. Edhe kujtonu, kur herën tjetër t'ju thojnë na kena lindi, kena rrit, na ka gjetë gjo, jo luke, ti vetë s'ke pas ku me kuptu çka është trauma dhe pik. E deri herën tjetër reflekto ma shumë.